Imagjinoni një shpellë në jug të Shqipërisë, ku gjurmët e banimit njerëzor shkojnë mbi 26.000 vjet më parë. Kjo është shpella e Kreshmojit, në Konispol, pranë malit të Saraqinit. Gërmimet arkeologjike kanë zbuluar shtresa që nisin që nga paleoliti i lartë. Në to janë gjetur vegla prej stralli dhe kocke, enbalte qeramike, si dhe gjurmë të jetës së përditshme. Por e veçanta është se banimi në këtë shpellë nuk u ndërprej vetëm në parahistori. Gjurmët vazhdojnë përmes neolitit, broncit, hekurit, deri në periudha antike dhe mesjetare. Një shpellë që ka ruajtur shtresa të historisë për mbi 26.000 vjet.